Leoni të shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta dhe në emrin tim personal dhe në emër të Kuvendit si institucionin më të lartë shtetëror në këtë vend. Sot erdha edhe për të shprehur ngushëllimet në cilësinë e kryetarit të Kuvendit, por edhe si një artist i cili bashkë me Shpatin ka kaluar rrugëve të njëjta të artit e të kulturës, edhe pse sot jam në ujëra krejt tjera, e di shumë mirë se çfarë bote është ajo. Në vitin 1995 në Maqedoni, në Shkup, për herë të parë u themelua festivali Nota Fest, dhe ajo ishte një skenë ku plot yje të artit e të muzikës u ngjitën në skenë, dhe pikërisht aty ishte edhe skena ku Shpati shkëlqeu. Për asaj dite Shpati u bë një yll jo vetëm në estradë e në komunitetin artistik, po yll i cili tashmë i takon përjetësisë. E mira e artit është se përveç që të shkakton ndjenja të mira në këtë botë, është një dritare e cila komunikon mes dy botrave, të kësaj botshme dhe botës së përjetësisë. Shpati fizikisht nuk është me ne, po ai gjithmonë do të jetojë në zemrat tona, në komunitetin artistik, në gjeneratat që vijnë, për trashëgiminë kulturore e të muzikës që e la, por edhe për shpirtin e madh human që gjithmonë e ka shfaqur në mesin e gjithë atyre që e ka njohur. Më lejoni edhe një herë të shpreh ngushëllimet e mia më të sinqerta, kokën bëheni lart për djalin, vllaun, bashkëshortën që keni pasur, për shkak se Shpati ishte krenaria e gjithë shqiptarëve të Maqedonisë. Zoti e mëshiroft, e shpërbleft në parajs me xhenetet më të larta dhe uroj një ditë të bashkohemi gjithë atje. Faleminderit.